Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari nuk i ndahet kryedemokratit Sali Berisha. Duke marrë shkas nga shiri i fundit mes presidentit amerikan Donald Trump dhe ish krahut e tij të djathtë Elon Musk, ajo shkruan: "Pra Elon Musk nuk mundi ta blej me 290 milion. Thua ta blej ky nga Shqipëria me 6 milion? Nëse edhe Elon Musk nuk mundi të blej influencën me $100 milion, nën kupton Kokalari, atëherë shqisharaket besohet se dikush nga Shqipëria mund ta bëjë me vetëm 6 milion. Me pak fjalë, shanset që Berishës të hiqet nën grata sipas Evi Kokalarit janë zero." Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari ka reaguar në mënyrë koherente ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, sidomos pas humbjes katastrofike të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në fakt, rezultata ajo kishte paralajmëruar shumë kohë para mbajtjes së zgjedhjeve të 11 majit. Ajo nuk arrestur së kërkuari dorëheqjen e Sali Berishës si kryetari i Partisë Demokratike. Madje nuk ka hezituar të inkurajojë edhe protesta brenda demokratëve që të shkojnë në Selin Blu dhe t'i kërkojnë Sali Berishës të largohet prej aty. Evi Kokalari në të gjitha reagimet e saj shprehet e bindur se Edi Rama vazhdon të qëndrojë në pushtet vetëm se ka përballë Sali Berishën. Ajo paralajmëron thuajse çdo ditë demokratët se nëse nuk largojnë Berishën nga drejtimi i Partisë Demokratike, atëherë të harrojnë ardhje në pushtet. Por duke shkuar më shumë se kaq, Kokalari jo pak herë ka artikuluar edhe shuarjen e Partisë Demokratike. Sa i takon marrëdhënies me amerikanët, ajo ka qenë gjithmonë e qartë, duke ja thënë në sy Sali Berishës se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do t'ja heqin ndonjëherë nën gratën